se vini në Shtetet Bashkuara të Amerikës me Nolli Show. Nolli TV është një kënaqësi e madhe që të jemi në Rock Hill Community TV. Gjithmonë ndihem mirë kur kemi pjesëtar të artit në studion tonë, por kur kemi njerëz që na vinë nga trojet tona shqiptare dhe na vizitojnë, por edhe nuk na anashkalojnë. Dojnë të vinë edhe në studion tonë, edhe do të kam nderin sot që të kam një autore. Sevilja Agolli është një autore dhe redaktore shqiptare e njohur, sidomos për lehtësinë për fëmijë dhe për shkrimet mbi përdorimin e gjuhës shqipe. Si po të pëlqen Amerika? Përshëndetje, faleminderit për ftesën, jam shumë e kënaqur, shumë e gëzuar dhe shumë emocionuar që jam këtu mes jush. Amerika ishte një vend gjigant, një vend magjepsës, një vend që disa herë lindte pa frymë, po disa herë ta merrte frymën. Kështu që ju jeni të bekuar që jetoni këtu, por edhe ne që jetojmë në vendin tonë, në Shqipërinë tonë të vogël, jemi të bekuar sepse kemi njëri tjetrin. Kemi gjakun, kemi gjuhën dhe kemi të gjithë njerëzit tanë të dashur. E pam një foto në Times Square. Dhe kur pam tham, o zot, tham, kush është ky yll që ka ardhur këto? Ju keni ardhur të vizitoni disa shkolla këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mos të anashkaloni ta vizitoni edhe Vatrën tonë të bukur. Patjetër, ftesa ishte nga Vatra, si është mikpritja mas pari, do të pes? Mikpritja ishte jashtëzakonshme, nuk e prisja faktikisht të kisha këtë mikpritje, madje kur nisa kisha me frikë, mendoja se do humbja, mendoja se ju jeni shumë të zënë, kisha dëgjuar që jeni shumë të zënë me punë, se unë vi për herë të parë në Amerikë, dhe secili do kishte angazhimet e veta dhe nuk di kishte kohë që më shëtiste mua të më prezantonte mua Amerikën, por jam me surprizuar për mirë për mikpritjen tuaj. Jeni të jashtëzakonshëm të gjithë. Sevi për publikun tonë shqiptar-amerikan, me qenë se në dëgjojnë edhe prej këtu deri në Australi, kush është Sevi? Sevi është një qytetare e thjesht shqiptare, është një bi dibrane, është një nën që ka 2 fëmijë, është një njeri që ka pasion punën e saj, është një njeri që punon çdo ditë, që bën shumë detyra dhe që nuk lodhet kur. Dhe që i do gjithë njerëzit, përpiqet të bëj vetëm mirë tek njerëzit. Para se të filloj t'ju pyes për shkrimet edhe për botimet që keni bërë, kush ishin ata persona që ty të futen në këtë rrugë? Futen në këtë rrugën e gjuhës, në këtë rrugën e vështirë, por dhe të bukur, të gjuhës shqipe. Së pari dhe dua të përshëndes këtu fort, është baba im, babi Besniku, i cili që kur isha e vogël, bili u thoshte edhe të tjerëve, kjo është vajza ime, më veçonte, disi kishte një lloj dashurie, një lloj kujdesi, dashuria gjithë fëmijët i do njësoj, për një lloj kujdesi më të madh. Dhe pa tek unë atë instiktin për dashurinë ndaj librit dhe gjuhës, dhe i merrte librat. Babai im ka një bibliotekë gjigante të madhe, madje tani ka krijuar edhe të dytën. Ai shumë libra ka, dhe na i merrte librat dhe na i vinte ne fëmijëve mbi tavolinë. Nuk na thoshte lexo, vetëm na afronte, na njite me librin. Duke qenë si shikoja librat aty, më lindi ajo dëshira të merrja të shfletoja. Sa mba mend, unë në moshën 12 vjeçare lexoja romane me 4 vëllime, rreth 1000 faqe mund të lexoja brenda 3 javëve, dhe ishte ai që më futi në këtë rrugën e bukur të gjuhës shqipe dhe të letërsisë shqipe. Një person tjetër i rëndësishëm që dua ta përmend këtu është një zonë mjaft e veçantë, një zonë që ka lënë gjurmë në profesionin tim, Natasha Pepivani, që unë gjerasin ta përshëndes fort, e cila ka qenë kryeredaktorja e Zyrës Son, një grua që e njeh jashtëzakonisht mirë profesionin e redaktimit. Edhe kur gabonim, nuk na thoshte kur që gabonim, po thoshte, ne mund ta bëjmë më mirë këtë gjë. Nuk thoshte si shefe që ishte redaksisë që ti ke bërë gabim këtë gjë, ti duhet ta ashtu, po ne mund ta bëjmë dhe më mirë këtë gjë dhe na drejtonte se si duhet bërë. Për shembull, redaktimi, profesioni im pra, dhe i redaksisë ku unë punoj, nuk është një punë e thjeshtë. Do shumë përqendrim, do shumë përkushtim, do shumë studim. Gjatë gjithë kohës, dhe ne punojmë me fjalor, me gramatika, konsultojmë gjatë gjithë kohës, edhe pse kam rreth 20 vite që kam mbaruar fakultetin dhe 17 vite që ushtroj këtë profesion, unë nuk i ndaj librat studimor që më ndihmojnë në profesionin tim, në punën që bëj. Dhe Natasha Pepivani, pas babait tim, ka luajtur një rol kyç në formimin tim profesional. Gjithashtu gjerasit të përshëndes dhe Rita Petron, e cila është shefja ime, ose si thoni ju këtu në Amerikë, bosja ime, e cila është një drejtuese e jashtëzakonshme, një grua që
epikas të punonjësit e vetë, talenti që kam për kushtimin, dhe gjithmonë u jep atë lirshmërinë e duhur për ta ushtruar profesionin. Ne për shembull në redaksi nuk bëjmë mbledhje. Trallat jam bëjmë mbledhje që jemi me ritëm për të parë se ku jemi, sepse secili ka punën e tij dhe secili punon me përkushtimin e duhur. Madje ndodhi një rast që erdhi një autor, ishte nga Amerika, erdhi na vizitoi në redaksi dhe Rita nuk ishte aty. Dhe ne gjithë po punonim. Thonë mendoja që ai e dinte që s'ishte Rita sepse kishte thënë që jam jashtë. Thonë mendoja që kur ikën shefja, të gjithë të punonjësit lëvizin, dalin për kafe, po jo vetëm që s'keni dalë për kafe në gjitha këtu, po punoni me një seriozitet dhe me një qetësi kaq të madhe, tha se po habitem, se si në një kompani, kur nuk është drejtuesi, punonjësit punojnë në këtë mënyrë. Kjo është merita e Ritës, që ditë zgjedh pranë vetes njerëzit që e duan punën. Dhe një person tjetër të veçantë të kërkoj shumë ndjes, është dhe nëna ime, e cila vërtet nuk më futi në fushën e gjuhës dhe të letërsisë, ama më dha gjithë dashurinë e duhur për të bërë kjo që jam. Noli dhe nuk dua të lë pa përshëndetur dhe atë person që sot duhet ishte këtu me ne, po për shkak të një problemi që i doli, Haxhere është një qytetare shqiptare amerikane që jeton këtu prej vitit 97, është një zonjë shumë e respektuar, një nënë shumë fisnike dhe unë gjej rastin ta përshëndes. Haxhere, të përshëndes fort dhe sot duhet ishe këtu. Por unë dhe Noli të përshëndesim nga studio. Unë dua të përshëndes Ritën edhe i tham Rita, në qershor të duam ne këtu në këtë studion, pra tani të dalim, çfarë ju frymëzoi të punoni me letërsinë për fëmijët? Kjo është një pyetje shumë e bukur. Profili im është letërsi. Profili i fakultetit që kam mbaruar, diploma. Mirë, po, gjatë rrugës, pash që unë doja më shumë gjuhën, isha e dhënë pas gjuhës, më intrigon të gjuha me ato problemet e veta, mënyra se shqiptarët i flisnin kaq keq, se si gjuha shqipe nuk ishte një gjuhë e mbrojtur siç janë gjithë gjuhët e tjera, se si keq përdore, më the thash. Mirë, po, duke qenë se në redaksin tonë redaktojmë libra nga më të ndryshmit, qoftë artistik, qoftë shkollor, ku shkollori është zhani më i vështirë. Dhe gjatë kohës që redaktoj, unë jam specializuar tek mosha më e vogël, sepse më e vogël të jetë mosha, aq më e vështirë është redaktimi i një libri. Dhe unë jam kanalizuar tek mosha e ulët, domethënë para shkollori, 9-vjeçarja. Dhe duke qenë se redaktoja libra pafund, kisha dhe në shtëpi 2 fëmijë të vegjël që më frymëzonin për ditë me bëmat e tyre. Madje vajza ime, domethënë ishte kaq çapkëne sa bëri pyetje një ditë, mami, çfarë ngjyre është kjo bluza ime? Rozë ndezur, i them unë. I thash çiklamin dhe pastaj e shpjegova në shqip, si thash një fjalë tuaj, rozë ndezur. Po rozë fikur, mami, kush është? Ose i thoshte babai tim, gjyshit vet, kishin një qen aty në bor. O gjyshi sa e qeshur jam që nuk të hëngri qeni. Domethënë i përdorte të fjalët e shqipës sipas asaj që kishte mësuar, sipas fjalorit të vet dhe jo në kontekstin që duheshin. Dhe unë jam mbaja shënim këto. Duke qenë se profesioni im ishte që lexoja shumë libra për fëmijë, dhe duke qenë se në shtëpi mbaja një ditar për vajzën time, thash, pse jo ky ditar me bëmat e vajzës time, të mos bëhet një ditar universal që të lexojnë dhe fëmijët e tjerë, sepse jam shumë e sigurt që çdo fëmijë ka bëmat e tij, ka të botën e tij shpirtërore, botën e tij mendore, fjalorin e tij dhe mendova që ta shtrik këtë ditar tek një masë më e madhe fëmijësh dhe rezultoi që doli shumë i suksesshëm. Bëmat e kësaj u përqafuan njerëzakonisht shumë, jo vetëm nga fëmijët, por edhe nga prindrit. Ju e dini se fëmijët e kanë një botë të pastër. Njerëzakonisht. Edhe kjo bota e tyre më ka frymëzuar të... Sa e vështirë është të shkruash për ta. Sa e vështirë, Noli, shumë e vështirë të shkruash, duket kështu gjë e thjeshtë, por është jashtëzakonisht e vështirë. Nisër se po ti shikosh këto 2 libra, 2 librat e mi, duken të hollë, shumë të hollë. Por minimalisht një libër mua më ka marrë 3 vite punë. Sepse të përshkruash për fëmijët, duhet zgjedhur tema që trajton. Duhet zgjedhur fjalorin që i drejtohesh, duhet zgjedhur gjuha që i drejtohesh, gjuha të jetë e thjeshtë, të kuptueshme me fjalorin që ato e përdorin, jo me fjalor të ngarkuar. Duhet zgjedhësh pastaj dhe psikologun që duhet ta redaktojë, redaktorin shkencor, redaktorin letrar, domethënë është një ekip i tërë pune. Pasti libri kaq të vogël është një ekip i madh pune, është një shtëpi botuese e tëra që vjet në dispozicion të këtij libri. Pa përmendur dhe pastaj punën e ilustruesit që ka ilustrime, që dhe ajo do kohën e vet do rreth 2-3 muaj që të bëjnë ilustrimet. Pra, të bësh një libër për fëmijë është shumë më e vështirë se sa të bësh një libër për të rritur, sepse të kushtozon gjuha, tematika, problemet e ndjeshme e shumë gjëra të tjera. Dhe unë jam e specializuar tek fëmijët. Masi i morët librat në duar, po. Dhe po shofun e këtu, hajdutja,
buzëqeshjeve. Pse këto emra kështu? Noli ta thash. Gënjeshtare. Po. Ta thashëm në një shkollë në Durrës, më duket se ishte shkolla Nën Teresa, një shkollë me nxënës të jashtëzakonshëm që dhe ato gjerasin të përshëndes, se më kanë habitur nga dia që kishin, po të kuptimin që kishin, më bën këtë pyetje. Pse keni titulluar librat tuaj me 2 terma negativ? Më pëlqeu jashtëzakonisht shumë, por nuk e kam bërë qëllishëm. Artisti ose autori më saktë do të godas me disa qoftë terma, qoftë problematika. Unë kam dashur të godas me këto 2 terma, gënjeshtra të bardha dhe hajdutja e buzëqeshjeve, duke vënë mbrapa dhe një epitet ose një përcaktor e buzëqeshjeve në rastin e parë dhe të bardha në rastin e dytë. Pra kam dashur të tërheq vëmendjen e fëmijëve ose të lexuesve të librave të mi me këto 2 terma negativ. E gjitha pra është e qëllimshme. Wow. Cili ka qenë momenti emocional që keni të jetuar nga lexuesit fëmijët? Momente emocionale, unë kur nisa të shkruaj këtë, duhet ta them këtë, kur nisa të shkruaj këto 2 libra, nuk i kisha fare iden, unë e bërë për kënaqësinë e vajzës time, do të thënë janë shënimet e ditarit të vajzës time dhe të historive që më tregonte ajo nga shoqëria e vet. Doja t'i bëja si dhurat për atë që t'i kishte kur të rritet të tregonte që mami im më ka bërë libra dhe këto libra më kushtojnë mua, pavarësisht se na ka fut pak në sherr me djalin, sa ai është pak personazh, si ishte shumë i vogël. Po kur pash pastaj që këto 2 libra u pëlqyen shumë jashtëzakonisht, shumë sa jo vetëm fëmijët, po kishin lexuar dhe prindrit dhe vinin, ngela shumë e kënaqur, domethënë sidomos kur libri i dytë mori dhe çmimin kombëtar, fondin e mbështetjes nga Ministria e Kulturës si libri më i mirë didaktik për fëmijë dhe edukativ. Kënaqësia ishte e shumëfisht. Domethënë të ndikosh tek lexuesit, tek fëmijët e tjerë, është një gjë shumë e bukur. Emocioni më i madh është Panairi. Panairi nëntore që bëhet në Shqipëri, në Tiranë. Është një javë kulturore mjaft e ngjeshur me shumë takime, me shumë aktivitete. Është një fest libri dhe aty vinë lexuesit. Dhe kontakti i autorit ose shkrimtarit është kur takon këto lexuesin e vet. Dhe të vinë. Ti ta sej unë e lexova librin tënd. Më ka pëlqyer kjo, më ka pëlqyer të tregojnë të gjitha momentet e librit. Një ditë erdhi një mami thoshte që dua një libër për vajzën tim 5 vjeçe. Çfarë libri më sugjeron? Unë i sugjerova Hajdutën e buzëqeshjeve. Që tregon temën, që trajton temën, që fëmijët kur janë në moshë të vogël bëjnë shumë pyetje. Dhe prindit duke qenë se nuk i përgjigjen dot ose nuk i thon dot vërtetën këtyre përgjigjeve, gjejnë t'i gënjejnë, pak të thonë disa gënjeshtra të bardha. Mirë po, nëpërmjet këtyre gënjeshtra të bardha, tek vajza ime, për shembull, në rastin e vajzës time, ka ndesur një fantazi shumë e madhe. Qëllimi im është që nëpërmjet këtyre librave unë të ndes fantazinë tek fëmijët. Kur ndesim fantazinë tek fëmijët, ne ata i bëjmë qytetar të denj në të nesërmen. Të ndesësh fantazinë e tyre do të thotë që ta ushqesh trurin e tyre, të japësh veç kënaqësisë estetike edhe ushqimet e duhura, vitaminat e duhura për trurin e fëmijëve, që ato të nesër të jenë qytetar të denj. Dhe një vajzë e vogël thash i dash të librin. Thash merre këtë, trajton këtë, të pëlqen? Po tha më pëlqen. Thash do shkrirë së qesh sepse këto ngjarjet janë trajtuar edhe me gjuhë gazmore, që të bëjnë dhe për të qeshur, më trajton problematika të ndjeshme, por me gjuhë gazmore për të qeshur sepse fëmijët në të rriturit tani me rregullat jemi të lodhur, duhet i shmangim rregullat, por kur këto rregulla na jepen me një gjuhë gazmore që të bëjnë për të qeshur, kjo gjë i mbërthen fëmijët. Domethënë, nga librat që unë redaktoja, kuptova ose mora ato që mund të pëlqenin fëmijët dhe të gjitha këto elemente i bashkova tek subjekti ose te tregimi që kisha unë dhe i ndërthura këtu. Fëmijët pëlqenin tregimet gazmore. Por si t'u jepja disa rregulla që janë shumë etike dhe shumë të rëndësishme për fëmijët në mënyrë sa më të këndshme për ta që t'i përthithnin. Dhe kështu zgjodha një gjuhë gazmore. Dhe vajza kishte lexuar dhe vjen të nesër me Panair, domethënë momenti që më është fiksuar dhe më ka ngelur në mendje. Tita Sefi tha, unë jo vetëm që nuk qesha, po kur ngorti lepurushi unë qava aq shumë. Qava aq shumë, sa edhe tani më vjen për të qarë me mënyrën se si kishte ngortur lepurushi apo bëmat e tjera në këtë libër. A mendoni se teknologjia po i largon fëmijët nga libri? Fatkeqësisht po. Këtë duhet ta themi me plot bindje dhe çdo ditë më tepër kjo problematik thellohet më shumë. Dhe neve unë personalisht, po bashkë me Shtëpinë Botuese Albas, kemi ndërmarrë një nismë humanitare, duke shkuar shkollë më shkollë, me ftesën e shkollave sigurisht, duke krijuar kontaktin e ngushtë ose duke afruar nxënësin me librin. Kjo është një nismë që po bëhet në gjitha shkollat e Shqipërisë, pak nga pak po shtrihet për ditë më tepër për të rritur rolin e librit dhe të leximit tek fëmijët. Sepse shikojmë që teknologjia është një armik i hershur që po na i vjedh fëmijët
Dhe ne duhet pak nga pak të gjejmë mënyrat, metodat, të gjitha mënyrat e mundshme që t'i lëmë sa më pak kohë teknologjisë dhe sa më shumë kohë librit, leximit. Roli i librit në duhet ta pranojmë të gjithë që është i jashtëzakonshëm dhe është fuqi plot jo vetëm tek ne të rritur, por edhe te fëmijët, sidomos te fëmijët që akoma po formojnë karakterin, dinjitetin e tyre dhe sa më shumë të lexojnë, aq më mirë, aq më qytetar të denj do formojmë në të nesërmen. Kam një mesazh që duhet ta japish për nënat, për prindërit, se si ti largojnë fëmijët nga këto pajisjet, telefonat, nga këto gjëra. Këtë mesazh jap edhe vetes time, së pari sepse jam nënë e 2 fëmijëve që teknologjinë e kanë shumë qejf, për hir të së vërtetës. Unë kam zgjedhur një mënyrë se si t'i afroj fëmijët e mi me librat dhe besoj që mbase mund të jetë efikase edhe për gjithë nënat e tjera dhe jo vetëm nënat, po edhe prindrit, gjyshret. Merrni librin dhe lexoni një faqe me fëmijët tuaje. Zgjidheni një libër, çfarëdo që sido që të jetë, shifeni titullin, lexojeni vetë përpara dhe merrni lexoni një faqe me fëmijën. Hajde ta shohim çfarë është ky libër, ose për çfarë trajton ky libri. Dhe mundoheni sa më i vogël të jetë fëmia, mundoheni të përshtasni pak dhe intonacionin në bazë të prallës apo librit klasik apo çfarë mund të jetë ai. Vetëm kështu mund ta bëni fëmijën sot, se në kohën tonë ka qenë ndryshe, jepni librin dhe ne lexojmë me kënaqësi më të madhe. Po sot prindi duhet të ulet vetë që të lexojë të paktën 1 deri në 2 faqe me fëmijën, që t'ia shtrojë atë rrugën që ai e ka akoma të vështirë për ta ndërmarrë. Jeta profesionale dhe gjuha shqipe me juaj. Gjuha shqipe Noli është pika ime e dobët. Ajo që unë kam trashëguar 100% nga babai im ka qenë profesor i gjuhës dhe letërsisë. Fillimet e mia me gjuhën shqipe, po kanë qenë nga ai ato problematika që haste gjuha shqipe, më shpjegonte babi se në shkollë njohurit mbas ishin të kufizuar, po babi më thelloi. Pastaj kur fillova të punoj redaktore, kuptova se sepse kur mbaroj një fakultet, jo të gjitha njohurit i marr, sidomos njohurit praktike. Kur fillon puna, atëherë fillon këto njohuri teorike ti vësh në praktik. Atëherë kuptova se sa e thellë ishte gjuha shqipe dhe nuk ishte ajo që kisha mësuar unë në fakultet. Pavarësisht se kam qenë një studente ekselente, por duhet ta pranoj që nuk i kisha mësuar mjaftueshëm gjuhën shqipe. Gjatë punës sime të përditshme si redaktor, hasja probleme të ndryshme. Hasja për shembull një emër që kishte 2 numra shumë, si flamur, flamuj, vite, vjet. Unë e dija që përdoj dhe di se si përdor, po pse përdoreshin? Këto pse që ngrija unë në kokën time, i shënoja me një fletë dhe pasi mbaroj punën, kërkoja zgjidhjet e këtyre pseve dhe këto pset më çonin një botë kaq të magjishme dhe kaq të bukur sa unë doja me patjetër që t'i zgjidhja këto pset. Në gjuha shqipe është shumë e bukur. Ato që nuk e njohin thonë që është një gjuhë e vështirë, është një gjuhë që ka më shumë përjashtime se sa rregulla, ama jam shumë e sigurt që për çdo fjalë gjuha shqipe, për shembull mund të kesh një dilemë pse kjo fjalë shkruhet kështu. Për çdo fjalë, drejtshkrimi i gjuhës shqipe, dhe gramatikat e gjuhës shqipe e kanë përgjigjen. Mjafton ta shfletosh, ta gjesh dhe aty do ta gjesh përgjigjen e çdo fjale që ti ke dyshime pse shkruhet kështu, pse nuk shkruhet ashtu, pse i themi kështu, pse. Të gjitha pset janë mjaftojnë të shfletojmë dhe t'i gjejmë. Kjo është puna ime dhe kjo është kënaqësia ime më e madhe të shkoj pas këtyre pseve, ekuacioneve gjuhësore. Sa është ruajtur e pastërtisë së gjuhës shqipe sot? Kjo është një pyetje shumë e bukur, duke qenë se gjuha shqipe, ne si popull shqiptar kemi kaluar një tranzicion të vështirë, por dhe gjuha shqipe po ashtu ka kaluar një tranzicion sepse ndikimi i gjuhëve të huaja është shumë i madh. Në Shqipëri, për shembull, ndikimi anglisht është i jashtëzakonshëm. Vajza ime flet rrjedhshëm anglishtën që kur ishte 10 vjeçe, dhe të gjuha shqipe has probleme duke pas dhe mamin gjuhëtare në shtëpi. Për shembull, të fundore të gjinisë femërore nuk i vë, ose trajtat e shkurtra i shkruan bashkë kur duhet jenë me presë, me apostrof. Është sepse sot kemi shumë pak mësues të kualifikuar për gjuhën shqipe, sot fëmijët lexojnë më pak letërsi, ku normalisht gjen zbatim dhe gjuha, sot neve nuk i kushtojmë shumë rëndësi gjuhës shqipe. Por ama harrojmë që gjuha shqipe është një gjuhë shumë e rrallë, është një gjuhë që futet në grupin e familjeve indo-europiane, që futet tek gjuhët e vështira, por që duke mos e përdorur drejt dhe duke e neglizhuar, ne do shkojmë drejt humbjes së saj. Dhe misioni im është aq sa mundem, aq sa kam fuqi dhe aq sa më dëgjohet zëri, ta ruaj pastërtinë e gjuhës shqipe nëpërmjet shkrimeve që unë bëj dhe që Vatra dhe Gazeta Dielli ka publikuar çdo muaj.
dhe gjerasin të përshëndes. Cilat janë gabimet që ju shqetësojnë më shumë në përdorimin e gjuhës shqipe? Më shqetësoj, dua të përmend këtu dhe shkrimin, mbas është rasti më i mirë për ta përmendur, shkrimi im Leku një shekull i shkruar gabim. Ai shkrim që mua më hapi derën për të ardhur drejt Amerikës, sepse u botua këtu dhe pati një bujtjerë zakonshme. Ne kishim disa kartë monedha që kishin gabime drejt shkrimore. Ishte trajtuar ky problem dhe më përpara, por nuk ishte thelluar, thjesht ishte cekur që ka gabime dhe kaq. Unë bëra një shkrim dhe thash, pse i ka këto gabime, ku janë këto gabime? Madje në shtëpi ose te babai im kërkova disa kartë monedha të vjetra dhe tek familja e bashkëshortit tim. Dhe pash historikun se si ishin shkruar këto kartë monedha. Kartë monedat kanë vetëm një fjalë, për siç keni një $1, ose $1, ne kemi 20 lek, 30 lek, 50 lek. Dhe këto fjalë, një fjalë vetëm ishte shkruar gabim. Dhe duke parë historikun pash që në kohën e sunduesit Enver Hoxha, diktatorit Enver Hoxha, ishte shkruar pastër. Pastaj, pas rrëzimit të diktaturës, shifje një paçavure, një shqipe të përçodnuar në lekët tona. Momentin që unë bëj këtë shkrimin, e publikon portali shkollor që publikon shkrimet e mia, publikon dhe më vonë dhe Gazeta Dielli, e publikon shumë media, e publikon edhe Blendi Fevziu, pa cituar emrin sigurisht, dhe ky lajm shkon te Banka Shqiptare dhe fiks 2 javë pas i doli shkrimi im në 2015-ën, më kontakton Banka Shqiptare dhe thanë nuk e dinim domethënë që kishin këto probleme kartë monedhat tona, por momentin që prerjet e reja do bëhen prerjet e reja, do korrigjohen dhe këto gabime. Dhe bërë një punë shumë serioze dhe e mbështetën shkrimin tim ose e korrigjuan atë që kishin gabim dhe për këtë rast gjeti falenderoj dhe sot kemi kartë monedha të shkruara pastër dhe pa gabime drejtshkrimore. Jo se zbulova unë, ajo ishte aty, do ta theksoj këtu, ishte aty, po mbase shkrimi im që një z pak më i ngritur dhe shkoi në veshin e duhur, kaq. A ka pasur momente kur keni dashti hiqni dorë, i thosh, du ta bëj ma, se jam lodh ma. Kam pas momente, sepse puna ime ka shumë ngarkesë, unë kam këto takime që bëjnë për shkolla për rritjen e distancës së lexuesit fëmijëve me librin, për zvoglimin, më fal. Kam punën e redaksi që unë dua pa fund të dashuroj fort profesionin tim. Kam dhe miqtë e mi që thonë se vi ma shif pa këtë, se vi këtë, se vi atë, kam dhe familjen time dhe ndonjëherë ndihem e lodhur, sepse të redaktosh një libër do të thotë japësh nga vetja. Është, domethënë unë çdo libër që marr, qoftë ky natyrës artistike, shkencore, publicistike, mjekësor, biologji, më thash, unë dua me të njëjtën dashuri dhe do ta redaktoj me të njëjtën përkushtim, edhe pse kam rreth 20 vite që e bëj këtë punë. Prapë se prapë e bëj dhe kjo gjë më krijon lodhje ndonjëherë, por kalon dita dhe i regjij prapë dashurinë. Çfarë ju jep forcë për të vazhduar këtë krijentari? Asgjë nuk të jep ka forcë përveç pasionit. Kur diçka e ke pasion, aty e gjen dhe forcën. Asgjë tjetër. Ai laptopi, kompjuteri ku unë punoj, është tamam si një dritare që pas ti unë gjej botën. Kur jam e mërzitur, sinqerisht domethënë, kur jam e mërzitur, vetëm puna më largon nga ai realiteti dhe më fut në botë tjetër që harroj çdo gjë. E di si thot një shprehje e bukur, bëj punën që dua, prandaj nuk më duhet të punoj asnjë ditë. Kjo është dhe puna ime. Si e shihni rolin e gruas shqiptare sot në kulturën dhe artin? Të veçoj pak më veçantë për gratë. Po, kuptoj. Roli unë më bëhet shumë qefi dhe jam shumë e lumtur që roli i gruas është rritur, gruaja ka gjetur pozicionin që i takonte, që i duaj. Sot kemi gra të fuqishme në biznese, gra të fuqishme në ndërmarrje të ndryshme, në fusha të ndryshme, në mjekësi, në gjuhësi, në të gjitha fushat e jetës. Dhe roli i gruas është i domosdoshëm. Fundja pa grua në as botë as do ekzistonte, as pa burrin, por roli i gruas është shumë kyç në shoqërinë tonë. Çfarë mesazhi do t'ju dhash zonjave të reja që duan të jenë shkrimtare? Që mos i mbajnë gjërat aty në sirtar, të fshehura. Nëse duan ta bëjnë diçka, të gjejnë kohën e dur, përkushtimin e dur, të bëjnë ismetin e dur, siç themi ne nga anët tona, nga Dibra, dhe të gjejnë redaksinë e dur për ta publikuar dhe për ta bërë më të gjerë, për t'ia dhënë një publiku pastaj punën e tyre. Dhe mos ngurojnë kurrë. Atëherë, ju e dini se ne shqiptarët gjithmonë duam të dimë në vijim se çka të pret, çfarë pune e lodhshme për fëmijë të pret. Keni ndërmend të shkruani disa gjëra tjera? Unë kam ndërmend librin tim të tretë, sepse po ti shikosh këto librat e mi ka një kronologji kohore. Ky flet për moshën ose i drejtohet moshës 5 deri në 7 vjeç.
Këtu personazhi kryesor që është Time Bi është rritur, ka vajtur 7 deri në 13 vjeç dhe me rritjen e saj, rriten dhe problematika ndryshojnë. Unë po bëj librin e tretë, dedikuar po grup moshës së saj, por shumë akoma më e vështirë sepse janë në moshën e adoleshencës, që ndryshon botë kuptimi, ndryshon fiziku, janë një moshë delikate, dhe kjo më ka ngrënë akoma më shumë kohë, sepse kam dhënë angazhime të tjera, por dhe mosha delikate që unë po trajtoj në atë libër, ma vështirëson pak punën. Pra, së shpejti pritet të vi libri i tretë i imi. Atëherë, çka të shtyrit vish në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ti vizitojsh 2 shkollat mëdha që janë Gjergj Flishta edhe Alba Life shkollën. Besoj që do të takojsh edhe njerëzit shumë që punojnë, si që janë Qemal Zula dhe Kozeto Zula dhe Paulin Marku, që janë themelues të kësaj shkollave. Çka ju shtyri? Noli, duke qenë se Vatra ka një histori të jashtëzakonshme, një histori të madhe, pas saj është Vatra e Nolit dhe Konicës, dy personazhe, 2 figura të adhuruar të babait tim që dashje pa dashje kanë kaluar tek unë. Duke qenë se dhe roli im është të promovoj librin tek fëmijët, kryesisht tek fëmijët, thash pse jo? Unë e bëj këtë punë në Shqipëri dhe në Kosovë. Pse jo të mos e bëj dhe atje në Amerikë? Do me thonë ishte një vizitë te Vatra, që ka qenë një ëndër e ime, ose një dëshirë e madhe ime, që të vizitoja Vatrën, ku Noli dhe Konise kanë qenë ndër detyuesit e saj të parë, por dhe të takoja nxënësit e këtyre shkollave, të merja atë kënaqësinë që mund të më japin nxënësit e këtyre shkollave, dhe mezi pres takimin që do kemi së shpejti me këta nxënës. Unë i di që ju do të qëndroni vetëm një javë, me sa e kam kuptuar. Nëse kam anashkaluar diçka t'ju pyes, të lutem, është koha jone të flasim, të diskutojmë, është edhe kënaqësia jonë që të na tregosh. Unë dua t'ju falenderoj shumë për mikpritjen, ishit të jashtëzakonshëm me mua. Faleminderit që shtetit Amerikan i keni dhënë qytetarë shqiptar shumë të denjë, si që jeni ju njerëzit që njoh me punën tuaj. Falenderoj dhe të gjithë, ose përgëzoj të gjithë shtetasit shqiptar që ruajnë e duan gjuhën shqipe dhe përkujdesen çdo ditë me të. Kënaqësia jonja me të vërtetë është një kënaqësi e madhe kur kem njerëz të botës të artit, siç thash edhe më herët, kur Inkas vinë dhe na vizitojnë dhe na sjellin këto mrekullirat e bukura, sidomos librat për fëmijë. Me të vërtetë kemi nevojë këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës të kemi edhe disa libra të vogla, të voçkla si duhet ta ruajmë gjuhën, duhet ta ruajmë kulturën shqiptare, kështu që fëmijët e tanë që rriten edhe janë të lindur këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sa do qoftë kanë këto libra në dorë, në ndihmën e prindve tyne që sa do qoftë të lexojnë pra. Të nderuar shikues dhe dëgjues në banku do që jeni, është kënaqësia jonë me të vërtetë në këtë televizionin shtetëror, në Rock Hill Community TV, që na jepet mundësia të flasim shqip dhe të kemi të ftuar njerëz të suksesshëm. Mirëmbëjtje deri në emisionet e radhës me Noli Show, Noli TV.